Në 2026, aeroportet kanë sjellë ndryshime horror që mund t'ju lënë pa pushime brenda një sekonde. Por mos u shqetësoni. Sot do t'ju zbuloj 9 ndryshime që po i zënë të gjithë në befasi dhe do t'ju jap këshillat e sakta për t'i zgjidhur që të mos bini në gabime fatale. Pra mos u shkëputni. Shtrëngoni mirë rripin e sigurimit nisemi. Numri 9. Ndalimi i teknologjisë së veshme dhe pajisjeve të fshehta për regjistrim. Deri pak kohë më parë të udhëtoje me syze inteligjente ose me një orë që ka kamerë shijej si një kuriozitet teknologjik. Por në 2026, privatësia në bord është bërë çështje serioze ligjore. Linja ajrore në Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe në disa pjesë të Azisë po vendosin kufizime të ashpra për pajisje si syzet inteligjente të Metas, disa modele të Xiaomi, apo çdo aksesor që ka dritë indikator regjistrimi që mund të kalojë pa u vënë re. Dhe këtu është thelbi, problemi nuk është që e ke pajisjen me vete. Problemi është nëse përpiqesh ta përdorësh ose e mban të veshur gjatë hipjes në avion dhe gjatë fluturimit. Stafi i kabinës është udhëzuar t'i dallojë këto syze dhe ora, sepse nuk duan regjistrime pa pëlqim brenda kabinës. Nëse refuzon t'i fusësh në çantë, mund të refuzojnë fluturimin me arsyetimin se po rrezikon sigurinë e fluturimit dhe privatësinë e pasagjerëve të tjerë. S'është shaka, nëse ke një nga këto pajisje, futi në bagazhin e dorës të fikura dhe mbaj edhe kablot origjinale që të duket qartë se është send personal, jo mjet spionazhi. Sepse nëse tenton të kalosh kontrollin me to të veshura, përgatitu për pyetje të sikletshme dhe kontroll të zgjatur. Por nëse mendon se kontrolli i asaj që ke në fytyrë është i tepruar, prit të dëgjosh çfarë po bëjnë me rrobat që ke veshur. Numri 8. Kodi i veshjes tani mund të lërë jashtë avionin. Ndoshta ke dëgjuar ndonjë histori rastësore, por tani është bërë rregull loje. Shumë linja ajrore kanë klauzola në kushtet e transportit që u lejojnë të refuzojnë pasagjerë, nëse veshja konsiderohet e papërshtatshme ose ofenduese. Dhe në 2026, agjentët e porta e hipjes po e zbatojnë këtë me një reptësi që shpesh i afrohet absurdit. Nuk varet më aq nga humori i një personi, por nga një politik më e ashpër imazhi. Veshje si tope shumë të shkurtra, streqe jashtëzakonisht të ngushta që duken si të brendshme, ose bluza me slogane politike apo gjuhë eksplicite, po kthehen në shkakun numër 1 të debatit te porta e avionit. Ajo që për ty është një veshje komode për një fluturim 8 orësh, për kompaninë ajrore mund të jetë shkelje e kodit të saj family friendly. Këshilla e artë: mos rreziko, luaj në siguri. Një bluzë e hollë me kapuç ose një xhaketë në dorë mund të ta shpëtojë udhëtimin. Nëse një agent vendos që rrobat e tua s'janë në rregull, nuk do të hyjë në debat. Thjesht do të thotë, ose mbulohu, ose nuk hipen. Dhe besom, s'do të duash të vraposh në dyqanet e aeroportit të blesh një bluzë turisti me çmim 3 fish vetëm që të mos humbasësh fluturimin. Dhe duke folur për gjëra që mund të kushtojnë shtrenjtë, ndryshimi tjetër prek diçka që pothuajse çdo udhëtar modern e ka në çantë. Numri 7. Gjuetia e power bankëve pa etiketë të lexueshme. Të gjithë udhëtojmë me bateri portative, power bank, sot është pothuajse domosdoshmëri. Por kontrollet e sigurisë në aeroportet e mëdha po i mbajnë këto pajisje me një ritëm alarmant. Nëse bateria jote është e vjetër dhe shkrimet e vogla ku tregohet kapaciteti janë fshirë, ka shumë gjasa të ta marrin. Problemi është se tani agjentët nuk supozojnë asgjë. Nëse numri nuk lexohet qartë, pajisja trajtohet si rrezik i menjëhershëm dhe shkon direkt në kosh. Para se të dalësh nga shtëpia, shikoje baterinë me sy të mprehtë, nëse numrat s'duken, bli një të re ose ngjit një etiketë me specifikimet teknike të prodhuesit nëse e ke ende. Sepse të humbasësh burimin e energjisë para një fluturimi të gjatë është një dhimbje koke që mund ta shmangësh fare lehtë. Numri 6. Gjoba automatike për sjellje të padisiplinuar dhe ngritje para kohe. Duket e çmendur, por kemi arritur në pikën ku durimi i linjave ajrore është sosur. Po vendosen sanksione për pasagjerët që ngrihen nga sedilja sapo rrotat prekin pistën, ndërkohë që sinjali i rripit ende ri i ndezur. Dhe tani, me kamerat e sigurisë në kabinë dhe raportimet digjitale, të regjistrohesh si pasagjer që nuk ndjek udhëzimet mund të sjellë një paralajmërim zyrtar, ose të vendosin një kufizim të përkohshëm në sistem, praktikisht një blacklist i përkohshëm. Rregulli i artë në 2026 është i thjeshtë: mos lëviz derisa sinjali i rripit të fiket plotësisht. Sepse vëllai i madh i aviacionit po të sheh dhe nuk ka më durim për nxitimin.
Dhe nëse mendon se kjo është e rrept, prit të shohësh si po e ndryshon inteligjenca artificiale mënyrën si kontrollohet bagazhi yt I dorës. Numri 5. Skaneret inteligjent 3D dhe ridefinimi I objekteve të dyshimta. Ditët kur nxirje laptopin dhe lëngjet në çdo kontroll po fillojnë të mbarojnë. Por në këmbim po I dorëzojmë sistemit një pamje totale të gjërave tona. Skaneret e rinj me tomografi kompjuterike krijojnë një imazh tredimensional të asaj që ke në çantë, që do të thotë, s'mund të fshehesh më asgjë. Ajo që është më shqetësuese, inteligjenca artificiale është programuar të dallojë dendësi të pazakonta dhe të ndezë automatikisht alarme të kuqe. Sistemi nuk e di çfarë është objekti, thjesht e di që dendësia nuk del si duhet dhe kjo e detyron kontrollin manual të imët, centimetër më centimetër. Që të mos bëhesh ai pasagjeri I urryer që ndal radhën, mos I ngjesh objektet e dendura dhe pa formë mbi njëra tjetrën. Shpërndai kabllot dhe pajisjet elektronike. Dhe nëse ke diçka me formë të çuditshme, nxirre vetë përpara se makina ta shënojë si kërcënim të mundshëm. Dhe kjo automatizim s'mbetet vetëm te skaneret, ka mbërritur edhe te porta e hipjes, për të hequr fare faktorin njerëzor dhe çdo lloj negociate. Por para se të vazhdojmë, abono kanalin. Na ndihmon jashtëzakonisht shumë me një klik. Shkruaj në komente nga nashe dhe ku do të doje të ishte udhëtimi yt I ardhshëm. Dhe vëmendje sepse ndryshimi numër 1 po lë mira njerëz pa pushime. Numri 4. Portat biometrike të hipjes dhe fundi I futjeve pa radhë. Nëse je nga ata që mundoi të hipte te grupi 3, kur bileta I dilte grupi 5, kam lajme të këqija, ajo kohë mbaroi. Aeroportet po vendosin porta automatike që hapen vetëm pasi skanojnë boarding passin dhe janë të sinkronizuara në kohë reale me sistemin e grupeve. Nëse tenton të kalosh para se të thirret grupi yt, porta jep sinjal gabimi dhe të bllokon. Është situatë e turpshme që po bëhet gjithnjë e më e zakonshme. Sistemi është I ngurtë dhe synon ta shpejtojë procesin duke favorizuar ata që paguajnë për prioritet. Shkarko aplikacionin e linjës ajrore, kontrollo grupin që të është caktuar dhe prit radhën me qetësi, sepse të grindesh me një portë automatike është betejë që e humb në 100% të rasteve. Numri 3. Goditja kundër abuzimit me karriget me rrota. Për vite me radhë, truku për të kërkuar karrige me rrota pa pasur nevojë, vetëm që të kapërcejë radhët e sigurisë dhe të emigracionit, u bë një sekret I keq që e dinin të gjithë. Madje, me ironi quhej mrekullitë e aeroportit, sepse pasagjeri që u nis me karrige mbërrinte dhe ecte normalisht. Në 2026, aeroportet dhe linjat ajrore thanë, mjaft. Po vendosen protokolle më të rrepta verifikimi dhe sisteme gjurmimi të përdoruesve. Edhe pse nuk mund të kërkojnë historikun mjekësor të plotë të sporteli, për shkak të ligjeve të privatësisë, ata po fillojnë të shënojnë profilet e pasagjerëve që abuzojnë në mënyrë të përsëritur me këtë shërbim. Dhe ka edhe një tjetër mas, në disa aeroporte të mbingarkuara, nëse e kërkon shërbimin, mund të detyrojnë të presësh derisa të zbresi gjithë avioni dhe vetëm pastaj të asistojnë, duke e hequr përfitimin e daljes së shpejtë. Kjo është jetike, sepse abuzimi ka lënë gjyshër dhe njerëz me aftësi të kufizuara reale duke pritur me orë për një karrige që e përdorte dikush I shëndetshëm. Nëse nuk të duhet, mos e kërko. Po vëzhgojnë. Dhe të shënosh veten si përdorues mashtrues mund t'i bëj të gjitha fluturimet e ardhshme më të vështira. Por ndërkohë që linjat ajrore po shtrëngohen me pasagerët, çuditërisht po e transferojnë përgjegjësinë e bagazhit direkt te ti, me ndryshimin tjetër. Numri 2. Epoka e valixhes me gjurmim praktikisht e detyrueshme. Dikur, nëse linja ajrore ta humbiste valixhen, ishte problemi I tyre ta gjenin. Tani, narrativa ka ndryshuar. Me rritjen e humbjeve të bagazheve, shumë kompani praktikisht presin që ti të dish ku janë gjërat e tua. Te sporteli I ankesave shpesh do të pyesin direkt, a keni brenda AirTag ose SmartTag? Nëse përgjigjja është po, gjetja mund të marrë disa orë. Nëse është jo, mund të marrë ditë ose javë. Të udhëtosh në 2026 pa pajisje gjurmimi brenda bagazhit të dorëzuar është, sinqerisht, rrezik I panevojshëm. Këto pajisje kushtojnë më pak se $30 dhe të japin fuqinë t'i thuash kompanisë, valixhja ime s'është e humbur, është te terminali 4, ripi 7. Është një nga investimet më të mira që mund të bësh. Fshije mirë, qepjet e astari I brendshëm, ose ngjite fort me shirit të fortë që të mos bjerë nëse hapet valixhja.
dhe mos fluturo verbërisht duke u mbështetur vetëm te etiketat me barkod, sepse ai sistem dështon më shpesh se sa të tregojnë. Dhe për ta mbyllur, ndryshimi më burokratik dhe më konfuz që mund t'i lërë shumë njerëz pa pushime nëse nuk i kushtojnë vëmendje datave dhe dallimeve mes vendeve. Numri 1. Konfuzioni mes ETIAS dhe ETO. Shumë njerëz gabojnë duke menduar se Evropa është një gjë e vetme. Nuk është. Për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar, autorizimi ETO tashmë është i detyrueshëm për qytetarët që më parë nuk kishin nevojë për vizë. Pa këtë procedurë të miratuar para mbërritjes, nuk fluturon fare. Nga ana tjetër, leja ETIAS për zonën Schengen do të nisë fazën e zbatimit drejt fundit të 2026. Rreziku kryesor është dezinformimi. Kontrollo kërkesat zyrtare disa javë më herët, sepse kufiri digjital nuk fal të shpërqendruarit. Një formular i thjesht i paplotësuar në kohë mund të jetë dallimi mes udhëtimit të ëndrave dhe të mbetesh duke u grindur e duke qartë sporteli. Kaq ishte. Tani është e qartë, udhëtimi mbetet një nga përvojat më të jashtëzakonshme në jetë, thjesht duhet të dish të lexosh manualin e ri të rregullave. Nëse kjo të duket informacion me vlerë dhe do të vazhdosh të zbulosh sekretet e udhëtimit që të tjerët nuk t'i thonë, mendo të abonohesh në kanal që të jesh gjithmonë një hap përpara. Dhe na shkruaj në komente, cili prej këtyre ndryshimeve të duket më i padrejtë, ose atë ka ndodhur ndonjëri prej tyre. Shihemi në videon tjetër. Udhëtim të mbar.